بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Falënderimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahu Xhalla Fi'ula, krijuesit të botrave, kushtet mbajtësit, urdhërofyesit, sqaruesit të drejtës nga e pavërteta. Salavatet dhe selamet për zemërta në këtë ditë bekuar qofshin mbi shpirtin e pavdekshëm, mbi të dërguarin e Allahu Xhalla Fi'ula, mbi Muhammed Mustafa, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të sinqertë dhe besnik, dhe mbi gjithë ata të cilët e kanë ndjekur, e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri në yawmul qiyamah. Vëllezër të shtrenjtë, në këtë ditë bekuar, në këtë ditë Ramazani, dua të flas për një temë e cila është shumë e rëndësishme në Islam. Dua të flas se si njeriu duhet të kuptojë se kush është Zoti I tij. E për ta kuptuar se kush është Zoti, unë këtë temë e kam ndërlidhur në 3 pyetje. Pyetja e parë është kush është Zoti? Pyetja e dytë është kush është argumenti më I fuqishëm bindësh dhe heshtës që Zoti ekziston? Dhe pyetja e tretë është se sa I pafuqishëm është njeriu dhe se sa I fuqishëm është ai që e ka krijuar njeriu, ai është Allahu Xhalla Fi'ula. Për ta kuptuar se kush është Zoti ynë, gjatë jetës mund të rastësisësh me shumë njerëz që mund të bëjnë shumë pyetje ato. Dhe me drejt mund ta bëjnë dhe këtë pyetje, mund të pyesin kush është Allahu yt të cilën ti I beson. Atëherë thuaj atij, Allahu është një dhe një vetëm. Ai as nuk është I lindur dhe as nuk ka lindur kë, dhe me të askush nuk është I barabartë. Përsëri njerëzit pyetin si të habitur, si të çuditur dhe thonë se kush është Zoti yt, atëherë thuaj, Allahu është një dhe një vetëm. Atë nuk e kap as kotja dhe as gjumi. Ai është I gjithdijshëm, ai është I gjithpushtetshëm. Dhe me të askush nuk mund të jetë I barabartë, sepse vetëm atij I takon shefati, ndërmjetësimi për njeriu që të shpëtojë nga bota tjetër prej zjarrit të xhehenemit, të ta çojë në mëshirën e tij, pra drejt xhenetit. Pra, për ta kuptuar Zotin, për ta kuptuar qenjen e tij, duhet pikë së pari të ketë 2 mënyra. Ai është e para universi me krijimet e tij madhështore dhe Kur'ani famullar. Duhet vite ky Kur'an famullar që neve Zoti të na tregonte se kush është ai. Duhet vinte ky Kur'an famullar që Zoti të na tregonte për perlat e tij. Duhet vinte ky Kur'an famullar që Zoti na tregonte për Ademin, për Nuhun, për Ibrahimin alayhis salam. Edhe duhet vinte ky Kur'an famullar që Zoti të na tregoj për veten e tij. A thua valla e ke lexuar ti Kur'anin famullar? A e ke parë atë se çfarë shkruan aty? A ke medituar në të? Aty thot te barekalladhi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. I begatshëm është ai që në dorën e tij është I gjithë pushtetshëm dhe ai është I plot fuqishëm. A ke parë ndonjëherë në Kur'anin famullar ku shkruhet wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in alim. Ai është I pari pa fillim, I fundit pa mbarim dhe ai është I dijshëm për çdo send. A ke parë në Kur'anin famullar ku shkruhet Wallahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash shahada huwa ar-rahmanur rahim. A ke parë Allahu është një dhe një vetëm, pastaj vazhdon ajeti Wallahu alladhi la ilaha illa hu al-malikul quddus as-salamul mu'min muhayminul azizul jabbalul mutakabbir. Ai është Allahu një dhe një vetëm. Ai është I gjithë pushtetshmi, I gjithë mëshirshmi, falësi, mëshiruesi, paqëdhënësi. Huwallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahu al-asma'ul husna. Allahu është krijuesi, formësuesi, shpikësi, atij I takojnë emrat më të bukur.
e për ta kuptuar argumentin më bindës dhe heshtës se Zoti ekziston, unë do t'ju japë vetëm një shembull. E kam pyetur një herë Imam Ahmedin dhe i kam thonë: "O Imam, na trego se kush është argumenti më bindës dhe heshtës se Zoti ekziston." Ky person ka pritur pi Imam Ahmedit që Imam Ahmedi t'i jap një përgjigje rreth krijimeve të universit, rreth maleve, kodrave. Por jo, Imam Ahmedi i dha një pyetje shumë të çuditshme, një përgjigje shumë të çuditshme. I tha: "Argumenti më bindës dhe heshtës është gjethi i imanit." Si tha: "Ja Imam, si ka mundësi argumenti më i fortë se Zoti ekziston është gjethi i imanit?" Po tha: "Atë thot e ha bleta, prodhon mjaltin, e ha delja, prodhon qumshtin, e ha kaprolli, prodhon miskun, dhe e ha krimbi, prodhon mëndafshin." Mjalti, bleta, mjalti, do me thonë qumshti, misku dhe mëndafshi, 4 prodhime të ndryshme nga një produkt. E kush mund ta bëj këtë gjë përveç se Allahu xhalla fi'ula? E për ta kuptuar neve se sa e dobët ne jemi si qenje dhe se sa i fortë është ai që na ka krijuar neve, që është Allahu xhalla fi'ula, unë do të sjell vetëm një shembull nga Kur'ani famlar. Ku Allahu xhalla fi'ula thot: "Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lahu. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب." O ju njerëz, juve ju jepe një shembull e dëgjojeni. Inna alladhina tad'una min dunillah, ata zotrat të tjerë të cilët i adhuroni përpos Allahut, nuk mund të krijojnë asnjë mis të vetme, edhe nëse të gjithë njerëzit do të bëheshin për ta bërë atë. Tani bëni krahasimin e kujt? Jo të Zotit Allahut. Ne nuk e dim si dhe sa është Zoti, por shikoni se sa i madh është ai që e bën të gjithë këtë qiell që të mos humbet, me miliarda galaktika, yje, ajër, qiell, e mban të entazula, e mban këtë gjësi. Një satelit të vetme na lishon Amerika dhe është duke na bëruar neve të gjithë muslimanëve të babukësve që s'kemi satelit të lishojnë. Dhe ne mahnitemi me satelitat e saj, pa nuk mahnitemi me satelitat e Zotit, dhe nëse vlen dikush në përparimin e vetë në rabroj, atëherë nëse muslimanin le t'i robrohemi Allahut, se nuk ka Zot që meriton tjetër përpos Allahut që ai të ketë robër. Sikur të gjithë njerëzit, me gjithë laborat të vinë, e nëse do t'japin 1, 2, 3, 4, 5 jetë, la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu, nuk do të krijojnë asnjë mis të vetme, edhe nëse të gjithë do të bëheshin për ta bërë atë. E tani, më thoni, a keni parë ndonjëherë mis me sy? A ju ka rënë ndonjë mis në dhallë, më thoni? A keni mundur sërish t'ja ktheni pikën e dhallës që ua ka marrë? A keni mundur sërish këtë pikë dhallë ta ktheni sërish nëpër tavolinat tuaja? Mund ta vrasësh mizën, mund ta bësh gjithçka mizës, por nuk mund t'ja marrësh pikën e dhallës që të ka marrë. A sheh ku të sfidon Zoti? Në qoftë se je Zot, dili Zotit para. 6 miliard njerëz nuk mund të krijojnë një mizë të vetme, kurse ne muslimanët jemi të paftë për ta mbrojtur fenë e Zotit. Dhaufa at-talib wal matlub, është i dobët edhe ai që kërkon, edhe nga ai i cili kërkohet të bëhet kjo gjë. A nuk është hak apo nuk është hak kjo apo nuk është hak? Edhe nëse është hak, ne si musliman duhet ta mbrojmë një fjalë. Ajo është fjalë La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
Wallahu a'la wa a'lam, wa sallallahu alaihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.